Ke jetu deri në 7 vjeç, 8 vjeç? Qashtu diçka, po unë ma shumë moj men voshtren se era e furrës, ajo kultura e qytetit që ka qenë Ajo buka rumullak. Kesh, edhe po thet po një me a, që kom pas shumë probleme me shkollë se s'm ka pëlqy kurrë. Me shumë këtë projektin e fundit që jam ftu në prej drejtorisë së kulturës si Halimit me kuru bunkera në pian. Është një opcion ekstrem i mirë për artistat e ri. Çka e ka determinu rrugtimin tënd që të jesh në art, në artin e bukur? Baba ka studiu në shkollën profesionale në Pej, shkollën e artit. Shumë aty. Edhe për shkak kushteve ekonomike e ka lënë. Baba ka qenë shumë vizatues i mirë. Kjo recept që merr krejt dikon me përgatitje me krejt gjysore, keq më. Qëndroni me ne sepse është me të vërtet një prej recetave që i themi super, super recet. Një recet shumë e lehtë, mirë po shumë e shijshme që ja vlen provuar. Vlau ka qenë artist fenomenal, konë shumë ekspresiv. Edhe një mrit në qatë me punimet e torës. Mirë, sa të mungon toreja, se toreja ndroi jetë para 2 vitesh. Nuk hjeket aja, më ndonë e kom pas shok, për si kom pas vlau. Nuk ka gabim nartë. Mund të mos më të pëlqy, po gabim nuk është. Është gabim kur se provon, kur se prodhon. Që është gabimi më i madh. Nuk është dështim projekti, kurrë. Të ka ndodhur me të thonë ndonjëherë piktura shumë e bukur, po nuk e kisha marrë kur në dhomë.